Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do t'ju flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi që datës 29 shtator 2025. Jemi në ditën e hënës, e cila në fillim të kësaj dite do të jetë në zbrazëti, duke filluar që nga ora 7:43 deri në orën 11:55. Kjo do të jetë një javë në përgjithësi me ndikime pozitive. Por kushti do të jetë që pikërisht këtyre orëve të jemi vërtet të vetëdijshëm. Si gjithmonë, kur hëna ndodhet në zbrazëti, kemi një vështirësi për të qenë të përqendruar. Dhe kësaj radhe mund të kemi edhe vështirësi për të qendruar punëve besnik. Mos jemi të përgjegjshëm, mund të bëjmë edhe disa gabime trashënike. Kjo do të jetë më tepër vlefshme në gjithçka që deri tani kemi bërë shumë investim dhe na duhet thjesht një sforcë e fundit. Prandaj edhe gjatë këtyre orëve do t'i këshilloja të gjithëve që të jemi më tepër të fokusuar tek punët që kemi në duar. Të qëndrojmë larg rrisjeve të panevojshme dhe gjithçka që mund të na tërheqë vëmendjen. Pas orës 11:55, hëna do të kalojë tek shenja e Bricjapit. Kjo është një vendosje e cila rrit vërtet shumë vendosmërinë tonë. Edhe pse do të kemi këndë të vështira me diellin, duke qenë se një të hënë do të ketë disa këndë mbështetëse, kemi vërtet një aftësi shumë të madhe për të krijuar një stabilitet të dukshëm në çdo gjë. Mjafton thjesht të jemi të qartë, si në mënyrën që komunikojmë, po ashtu në mënyrën që veprojmë dhe t'i përmbahemi çdo planifikimi që bëm një ditë përpara. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe me mjet.